Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Sot do përgatisim së bashku një nga recetat më të thjeshta, më të freskëta dhe më të shijshme të verës. Janë patlıcan të fushës, të pjekur në formë rrethore dhe të shoqëruar me salckosi, hudhër dhe vaj ulliri. Filloj me përgatitjen. Si e shikoni, këtu kam patlıcan, nuk ka nevojë t'ja pastrojmë lëkurën në këtë periudhë. I presim diku tek 1 cm, jo shumë të hollë, pasi gjatë pjekjes ato thahen dhe u mbasin shijen. I vendosim në tavë, duke i prerë në formë rrethore, sigurisht që mund t'i jepni edhe formë tjetër. Kjo varet nga preferencat tuaja. Unë sot zgjodha t'i pres në formë rrethore. Fare mirë, këtë recet mund t'i piqni patlıcanët dhe kështu si janë të plotë. Dhe pasi janë pjekur mund t'i shkëpusni lëkurët, po unë mendoj se lëkura ka plot vlera, ndaj në këtë periudhë duhet ta konsumoni. I piqni, i shtypni me atë shtypsen e patates dhe i ktheni patlıcanët e pjekur në pure. Dhe më pas vazhdoni procedurën si do vazhdoj unë më pas. I prem të gjithë patlıcanët, i shtojmë krip, vaj ulliri dhe direkt në furrë derisa ta shikoni që janë pjekur. Gjithmonë pjekja varet nga furra juaj, por unë mendoj se për 20 minuta patlıcanët janë gati. Në 200 gradë, 220 gradë, gjithmonë pjekja varet nga furra. I shtojmë vaj ulliri. Mund t'i skuqni patlıcanët, por të skuqur ata pinë pa fund vaj, ndaj dhe unë preferoj më shumë t'i pjek. Ja dhe patlıcanët e pjekur, ruajnë butësinë, kanë marrë atë ngjyrën e kuqe të artë dhe i kemi gati. Janë tepër të butë, duhet i marrim me kujdes dhe t'i vendosim në pjatë. Vendosim patlıcanët në pjatë. Ndërsa në një tas do përgatisim salcën. Mund ta përgatisni këtë recet me kos, ose edhe me salckosi të holluar me kos. Por unë sot po e përgatis me kos. Në kavanoz unë kam krem hudrash, gjysmë luge të çajit me krem hudrash. Nëse nuk keni përgatitur ende krem hudrash, mund të shtypni 2 thelpinj hudhër. Pak nga pak fillojmë të shtojmë kos. Edhe kosin unë e kam të përgatitur vetë në shtëpi, pak krip, edhe pse duket në këto shishet paketimi bler, por unë tani në verë këtu e zë kosin, pasi bëhet më thjesht vallë. E shtuam të gjithë kosin me hudhra dhe pak krip mbi patlıcanët, si përvendosim bollshëm vaj ulliri. Kjo ishte receta jone thjesht dhe plot shije për sot. Patlıcanët dolën jashtëzakonisht të butë dhe kjo salsa e kosit i jep një freski të mrekullueshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe ta provoni. Sigurisht që të regjistroheni edhe në kanal për më shumë receta të shpejta dhe tradicionale të verës. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Ju uroj një ditë të mbarë dhe mirupafshim në videon e radhës. Me dashuri nga kuzhina ime.